Problemi kryesor këtu nuk është tek ajo që ndjen fëmia, është tek ajo tek vendosmëria e prindit. Pra, ne kemi një diçka, sa më i qetë që të jetë prindi dhe të ketë besim tek fëmia, fëmia atë qetësinë e merr dhe e brendëson dhe e shfaq më pas diku tjetër. Ajo që shumë prindërs dhe mos në fillimin e kopshteve më shkruajnë dhe thonë që kam fëmijën këtu, nuk po më shkon e të tjera, nuk po shkon në qerë dhe çfarë të bëj. Dhe gjëja e parë që them është qetësia e prindit është e barabartë me qetësinë e fëmijës. Nëse prindi largohet nga shtëpia dhe e ka mendjen tek fëmia, atëherë fëmia e ndjen atë shqetësim të prindit dhe është gjatë gjithë kohës që shiko se mua do më ndodh diçka këtu. Pra, ajo që ne në psikologji e quajmë që sidomos psikologët e traumave tashmë janë një hap përpara kësaj, është që përpos trurit edhe zemra ka tru, por edhe intuita funksionon, por edhe ndërgjegja funksionon. Pra, kur ti thua vetes që shiko se unë e dija me intuitën time, atëherë po, kjo është e vërtet. Ti e dije dhe ti nuk po gënjen. Përse? Sepse tashmë ne e dim që kjo intuit funksionon. Dhe kjo intuit funksionon edhe me fëmijët. Nëse e keni mundësinë, unë besoj që të paktën deri në moshën 3 vjeçare, 4 vjeçare, ky fëmijë duhet të shkojë në kopësht. Nëse ju e keni mundësinë që të rrinë me gjyshrit, atëherë deri në këtë moshë unë besoj që patjetër që dashuria e tyre është e pakushtëzuar dhe patjetër që i shërben me dojmos fëmijës. Por pjesa e socializimit në këtë periudhë është diçka që nuk duhet të neglizhohet. Në këndvështrimin tim, ambientimin në një kopësht të ri mund të zjas maksimumi 2-3 javë një diçka e tillë. Pra, duke e nisë në mënyrë graduale dhe duke bërë edhe bisedat me fëmijën para dhe pas kopshtit. Nëse mund të hyjmë te kjo si pjesë ose mund Po, pak e cekim ta. Atëherë, çfarë ndodh? Përpara se ta çosh, fillon edhe bën një bisedë me fëmijën. Në momentin që fëmia të paktën është 2 vjeç, të paktën të kupton ose 1 vjeç e gjys, sërish ti fliti fëmijës në mënyrë normale dhe i thua: nesër do shkosh te kopshti, atje do kesh një mësuese, ajo e ka emrin kështu. Unë nuk do të jem aty, por nëse ti ke nevojë mund të flasësh me të, mund të bësh me atë e të tjera. E çon